Mirë, do të flasim në këto momente për aferat, keqeverisjen, korrupsionin, po sidomos në ndrithijet, tashmë të zbardhura në fakt, edhe nga mediat ndërkombëtare, të ministres së famshme virtuale Diella, ndërkohë që zyrtarët e Akshit kanë përfunduar pas hekurave një pjesë, në proces hetimor një pjesë tjetër për grup të strukturar kriminal, ka mes tyre dhe kujtojmë në kërkim një dosje shumë e famshme, ajo që është bërë edhe më e famshme sepse ka tërhequr dhe vëmendjen për shkak të diellës të mediave ndërkombëtare. Për gjitha këto do të flasim tani, shkëlqimi dhe rënja e diellës me Ilda Zhulalin, drejtuese e Departamentit Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Partinë Demokratike. Përshëndetje, mirë se vjen Ilda. Rikujtojmë pak mënyrën se si u prezantua, se është më shumë se sa thjesht një trajtim me sarkazëm, në fakt është kulmi i korrupsionit e kanë quajtur, jo pak media ndërkombëtare se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, po si është prezantuar fillimisht nga kryeministri Rama kjo nisëm dhe kjo ministre virtuale, që pastaj të ndalemi dhe ku kemi arritur sot. Një ministre të re shteti, e cila është krijuar nga inteligjenca artificiale, Diella, antarja e parë jo fizikisht e pranishme e një qeverie, do të ketë në mbështetje një strukturë të posaçme për adoptimin e inteligjencës artificiale në proceset qeverisëse, si dhe një mandat të posaçëm për të shëmbur barrierat e paragjykimeve, shërbësja e prokurimeve publike, të cilat duam që t'ja kalojmë hap pas hapi inteligjencës artificiale. Mandati i diellës nuk do të ketë as kufi gjeografik, as kufi kombësie, dhe struktura në mbështetje të saj do të ketë autorizimin të punësojë këtu talente nga e gjithë dynjaja. Përtek kësaj ka pasur edhe në faza të ndryshme të vjeshtës, le të themi, deklarata të ndryshme, mes tyre edhe në takime ndërkombëtare, po sidomos në kuadrin e takimeve me Bashkimin Evropian apo forume të ndryshme të BE-s, do të ishte gjithë bota po merret me ministren ton Diella, do të thoshte kryeministri Rama, ajo ka pasur deklarata nga ato më të çuditshme që ishte shtatzan, do të kishte 83 fëmijë, në pranver do të ishte e pranishme edhe fizikisht, po ndërkohë, ku kemi përfunduar tani?